Kur mendohet të vozitet pa ndërprerje në korridorin 8? Përfundimi i gjithë korridorit 8 është viti 2029. Besoj që atëherë nuk do të ketë problematik fare për tu vozitur edhe. Çfarë do rën për 2033? Shqipe, kjo është ashtu siç ne e shohim, edhe siç na thuan ekspertët të cilët punojnë në Behtellinka janë shumë të përgjithshëm, vërtet e bëjnë punën si duhet, nuk është se kemi ndonjë problematik me realizimin e punimeve, dini se kemi patur me disa kompani, nuk janë shembull i tillë. Besoj që pasi që buxheti është i miratuar tani për vitin 2026, mendoj se në të ardhmen afërt nuk shohim ndonjë problematik që do ta zvariste, por nuk i dihet kur, sepse me të vërtetë kemi të bëjmë për projekte shumë të mëdha dhe shumë të kushtueshme. Shpresoj se të kryhet 2029, po një vjet Maqedoni më shti nuk është problem se jemi mësu. Po, nga përvoja paraprake mendoj që një vit na falet. Po, patjetër.